Mirë mbrëma dhe një përshëndetje të përzemërt. Një mirënjohje të pakufishme ndaj jush, demokratëve të Lagjës 2. Të gjithë demokratëve të Tiranës, qytetarëve të Tiranës dhe të Bashkisë Shqipërisë. Të dashur drejtues të degës Partisë Demokratike numër 2, Jorida, zonja kryetare, Belind, Enri, Mimoza, të gjithë sa jeni këtu. Është kënaqësi e veçantë të takohem me ju dhe takohem me ju me shpresë dhe besim të plot. Sepse në 35 vite kur ndalim edhe veshtrojmë pas, ne vim këtu si njerëz të idealeve, si njerëz që sakrifikuam për idealet më të larta, më fisnike të njeriut, për lirinë e individit, për votën e lirë, për iniciativën e lirë, për atë dhe dashurit, për Shqipërit, sakrifikuam për familjen. Pra, ne jemi njerëz të cilët jemi udhëhequr dhe kemi mbrojtur të vërtetat më të mëdha të një shoqërie, të vërtetat më të mëdha të një individi. Kjo është realiteti, kjo ka qenë përcaktuese në mbijetesën tonë.